Vetëm son teren dhe pse rruga ty të trem. Gjysmëfinali e dytë e spektaklit Albania's Got Talent solli një mbrëmje plot ritëm, energji dhe emocione të bukura. 10 talente u ngjitën në skenë për të dhënë më të mirën e tyre përpara publikut dhe jurisë, duke bërë konkurrencën më të fortë se kurrë. Por vetëm grupi Toxic Record dhe Alba Folk arritën të siguronin një bilet për në finale, duke u bërë zyrtarisht kandidat për të rrëmbyer çmimin e madh. Finalistët e radhës dëshmuan edhe një herë se nuk mjaftoi vetëm talenti për të kaluar këtë fazë, por mbi të gjitha duhej energji, frym grupi dhe disiplinë. Performancat e kësaj nate sollën një larmi zhanresh dhe emocionesh, duke dëshmuar nivelin e lartë të këtij sezoni. Çdo konkurrent u përpoq të lindte gjurmën e tij, duke e kthyer skenën në një arenë të vërtet talentesh. 4 anëtarët e jurisë, Agron Llakaj, Castro Zizo, Adelina Ismaili dhe Elsa Lila, ndoqën me vëmendje çdo performancë, duke dhënë komente profesionale dhe vlerësime të sinqerta. Përzgjedhja e vetëm 2 finalistëve nga 10 konkurrentë që shkëlqyen e bëri këtë gjysmëfinale edhe më të tensionuar. Alba Folk. Por rrugëtimi nuk përfundon këtu. Gjysmëfinalet vazhdojnë dhe Albania's Got Talent në moderimin e Isli Islamit rikthehet sërish të hënën e ardhshme në ekranin e Vision Plus për të dhuruar edhe më shumë emocione dhe surpriza.